E pa që ndodhi me atë deputeten e Shkodrës. Sa po doli kundër, filluan i vërsulën gjithë. E sulmuan, e akuzuan, i vun edhe krimin organizuar ta kërcënonte. Imagjinoni, ajo në mëngjes tha, shikoni se po më kërcënojnë bajra dhe banda të tjera kriminale, disa orë më vonë avokati i tij, nuk e kanë nxjerrë ai avokatin. Avokatin e kanë nxjerrë këtu, e kanë nxjerrë Tauland Balla. E kanë nxjerrë Tauland Ballat, sepse ajo nuk u kërcënua nga ai, në të vërtetë është kërcënuar nga Edi Rama, sepse Edi Rama ka nevojë t'i thotë vetëve, mos guxoni të dilni kundër meje. Ishte një kërcënim për ata që janë aty brenda. Ajo ka kryer një akt të një kurajo që s'kishin parë prej kohësh në atë parlament. Sigurisht mund të ketë gabuar, sepse ka mbështetur të qeveri, mund të ketë votuar në mbrojtje të Belinda Ballukut kundër arrestimit të saj, por ne nuk mund të mohojmë kurajin që ka treguar, që u rreshtua me qytetarët dhe jo me këtë qeveri të korruptuar dhe me bandën e tij që mbështet në pushtet.